Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Virgjë Reshës. Do bëjmë leximin e radhës. Kur them të radhës nuk ka të thotë, po bëjmë leximin javore. Kjo mund të vlej për një muaj më shumë. Do thotë përmban mesazhe që nuk janë vetëm për një javë, të dashur Virgjë Reshë. Titulli juaj, kur shikoj leximin e juaj, është Durimi të mbron kur zemra është lodhur duke pritur. Ka një betejë të mbrëmshme që po zgjat shumë dhe një shpirt që kërkon lehtësim, por jo në formën e pushimit, në formën e hapje të re, emocionale dhe mendore, të dashur Virgjëres. Leximin e fillojmë me Asin e ujit dhe Babain e zjarrit, që tregojnë dy forca që përplasen brenda teje, dëshira për të ndjerë dhe pasioni për të vepruar. Ti ke një nevojë të thellë për ndjeshmëri, për lidhje emocionale që janë të vërteta dhe që të shërbejnë në të njëjtën kohë, të dashur Virgjëresh. Ke ndërtuar një mburojë që s'të lë të marrësh as ato që e do. Të dashur Virgjëresh, kam thirrjen për të ndaluar kontrollin e tepër dhe për t'i besuar një drejtimi të mbrëmshëm, që nuk vjen nga logjika, por nga ndjesia juaj, të dashur Virgjëresh. Kjo është java kur Virgjëresha duhet të çlirohet nga roli i atij apo asaj që mban gjithçka në rregull dhe të lejoj vetveten të bjerë të qaj, të ndjej pa gjykim. Çdo gjë është në rregull nga jashtë, çdo gjë është ashtu siç duhet, por kur jemi vetëm, e ndjejmë, qajmë, gjykojmë. 7 të zjarrit, të dashur, është një letër që flet për një lodhje të mbrëmshme që nuk shihet. Ke qëndruar për shumë kohë në një vend ku ke pasur më shumë barr se sa frym. Kjo letër të thotë të jesh i fortë nuk është gjithmonë virtyt. Nganjëherë është mënyra më e dhimbshme për të mbijetuar. Të fton të kërkosh balancë, të marrësh pa ndier faj, të thuash nuk kam më dhe të mos ndihesh keq për këtë. Nuk kam çfarë të jap. Të thuash dua ndihmë dhe të mos e konsiderosh si dobësi, të dashur Virgjëresh. Ky është qelësi i thyerjes së murit që ka ndërtuar mes teje dhe të tjerëve. Por atë mur nuk e shikojnë të tjerët, e dini vetëm ju. Dhe në qendër kur qëndron hermit që pasqyron ju në fakt, jo si izolim, por si udhtim drejt të vërtetës tënde. Ti nuk ke nevojë për më shumë njerëz, më shumë përgjigje, më shumë prova. Ke nevojë për një moment të pastër, kur të jesh vetëm me ty, për të dëgjuar veten, jo botën. Çfarë duhet të bëni, të dashur Virgjëresh? Detyrat që do merrni këtë javë. Këtë javë kam vendosur gjithë t'ju jap detyra të punoni me veten e juaj, apo me gjërat që duhet punuar, që të mund të bëjmë hapa para. Lejo veten e para. Lejo veten të ndjesh pa u justifikuar. Zemra jote ka nevojë për një hapësirë të butë, absolutisht. Identifiko ku je duke duruar përtej kufive të tu dhe aty ndalo. Kërkon ndihmë ose mbështetje pa ndier turp ose faj. Krijo një moment të shenjtë për veten çdo ditë, qoftë 15 minuta në heshtje për veten tate. Prano se nuk ke pse të jesh gjithmonë në kontroll. Lejo pak gjëra të rrjedhin, të dashur Virgjëresha, nga që është një vuajtje brenda jush, në heshtje. Saqë me atë vuajtje jeni mësuar dhe është bërë e rëndomt. Aty është dhe nuk po pengon më. Mesazhi nga leximi juaj, të dashur Virgjëresha, është: durimi është patjetër virtyt, vetëm kur nuk po të vret ngadalë, siç po bën tani. Është guxim të thuash, sot më duhet më pak barr dhe më shumë butësi, të dashur Virgjëresha.